shkuarës së Thachit në Hag, Rama i ka qëndruar besnik kësaj ideje. Ka porositur diplomatët që të lobojnë për të. Qëllimi ka qenë që shtetet të ndryshme që nuk e ka njohur Kosovën mos ndërmarrin një hap për ta njohur Kosovën. Sepse kur atyre u thua që Kosova do ndahet, natyrisht që i largon krejtësisht nga ideja e njohjes së saj. Gjithkush bën pyetjen pse duhet njohë një shtet i cili nuk do të ekzistojë nesër. Dhe çdo retorik e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë apo të Shqipërisë me Kosovën, s'ka rëndësi, është retorik që e dëmton shumë çështjen e Kosovës në kushtet e sotme. Sa kohë që Kosova nuk është antare e OKB-s, nuk mund të bashkohet asnjë shtet tjetër. Këtu dalim tek një tjetër shkrim që ju keni bërë, profesor, pse është ideja e gabuar e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën, që unë e kam lexuar dhe më ka pëlqyer. Edhe shumë e kam parë që është shpërndar dhe shkrimi. Me argumenta që ju jepni. Shpërndar dhe është lexuar shumë, por ka një rregull në marrëdhëniet ndërkombëtare. Sigurisht që sot marrëdhëniet ndërkombëtare janë pjesa më fragile, më pavëmendshme e veprimtarisë politike dhe gjeopolitike në botë. Ato që ndodhin në linjën e mesme, ato që ndodhin në Iran, ato që ndodhin në Venezuelë, ato që ndodhin në Ukrainë, ato që ndodhin në Gaza, ndodhin dikur në Gaza dhe vazhdojnë të ndodhin në Liban e ku diun, të gjitha janë shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Por sot nuk po pyet njeri për të drejtën ndërkombëtare. Megjithatë, kur vjen puna te Kosova, retorika e së drejtës ndërkombëtare është më gjuhës të atyre që kundërshtojnë Kosovën shtet pavarur dhe sot. Këtë e bën Vučić sidomos, po e bën edhe Lavrov. Putin nuk e ka artikuluar këtë, sepse kam vënë re që Putin ka idenë e shkëmbimit pavarësisë Kosovës me Krimen dhe territoret e lindjes së Ukrainës. Domethënë, precedentin do të fajsoj perëndimin, vendosët ju një precedent, tani ky precedent do të shërbejë edhe për ne këtu. Dhe mbas kësaj jam i sigurt që voton njohjen e shtetit të Kosovës, por gjithsesi deri në atë kohë duhet të shohim. Ndërsa Lavrov dhe Aleksandar Vučić e përdorin vazhdimisht termin rezoluta 1244, shkeljes vetës ndërkombëtare. Mund të sqaroj pak. Rezoluta 1244 është miratuar me 10 qershor të vitit 1999 në Këshillin e Sigurimit. Është miratuar me votat e të gjithë anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, përfshin Rusinë dhe Kinën. Në atë rezolutë thuhet se Kosova është protektorat i përkohshëm në administrim të OKB-s dhe ndërkombëtar. Nuk thot është Kosova protektorat i përhershëm. Çka do thot përkohshmëria nuk zgjat në pafundësi. Pra, ajo rezolut, në atë rezolut thuhet që Kosova ka të drejtë të bisedojë, të diskutojë dhe të vendosë për statusin e saj. Por statusi i Kosovës thot në rezoluta, në pikën 7 saj, do të vendoset brenda kuadrit të Republikës Federale të Jugosllavisë. Ato kohë ekzistonte Republika Federale e Jugosllavisë. Pra, brenda federatës, kuadrit federatës do të thoshte Republikë bashkë me Serbinë dhe Malinezinë me pozitat barabarta. Kjo ishte formula që ka rekomanduar rezoluta 1244. Në vitin 2006 në Korrik, Malezi shpalli pavarësinë. Republika Federative e Jugosllavisë nuk ekzistonte më. Çdo të bënte Kosova? Duhet të qëndronte nën sovranitetin dhe sundimin serb, nën çizmën, mizoritë dhe dhunën e Serbisë? Rezoluta nuk e detyronte. Atëherë, u gjet si modus vivendi, do thosha, si e përshtatshme, pavarësia. Fillimisht pavarësia e mbikëqyrur, pastaj pavarësia e plotë. Pse pavarësia? USHK-ja u formua nën parullën që ta bashkon Kosovën me Shqipërinë.
por bashkimi i Kosovës me Shqipërinë ishte i pamundur. Sipas Georg Brunner, një nga ekspertët dhe analistët më të mirë të së drejtës ndërkombëtare, profesor, doktor honoris causa etj. Me shumë tituj dhe grada shkencore të padiskutueshme në Universitetin e Kölnit, e ka sqaruar në vitin 2000 në një konferencë ndërkombëtare shkencore. Thotë, nëse një vend shkputet nga një vend tjetër dhe dëshiron mu bashku me një vend territor të një vendi tjetër, duhet patjetër që të bien dakord të tre vendet, vendi nga i cili shkputesh, vendi që dëshiron të shkputet dhe të bashkohet me vend tjetër, dhe vendi me të cilin do bashkohesh. Ndërkohë që thot pavarësia e Kosovës në 2008 është shpat pavarësia. Ai thotë që në 2000 pavarësia e Kosovës është e drejtë e shqiptarëve të Kosovës nëse ata duan të jenë të pavarur. Nuk është e drejtë bashkimi, thot, sepse duhet leja e shtetit nga i cili shkputesh, por është e drejtë pavarësia për shkak të dhunës që ka bërë shteti nga i cili ti shkputesh. Pra e motivonte për shkak të mizorive, të dhunës, genocidit dhe shumë. Pikërisht bazuar në atë dhunë, në atë genocid, Kosova është e pavarur. Sepse nga pikpamja së drejtës ndërkombëtare, Kosova ka qenë pjesë e Serbisë. Sigurisht njësi konstituive e Jugosllavisë, por edhe kushtetuta jugoslave formalisht e pati lënë si pjesë të Serbisë. Në këtë aspekt mendoj që ne duhet kemi parasysh se çfarë përmban e drejta ndërkombëtare. Dhe nëse ne ngelemi të marrim mendimin Serbisë ose lejen Serbisë që të bashkohet Kosova me Shqipërinë, sigurisht ajo do të thotë po, e ka thënë, sidomos Ivica Dačić, si ministri i jashtëm, si kryeministri i Serbisë, e ka përsëritur disa herë dhe ka thënë, ne nuk na intereson me kë bashkohen shqiptarët, bashkohen ose jo me Shqipërinë. Ne na intereson që serbët të bashkohen me Serbinë. Është fjalë për fjalë kjo deklaratë e tij. Çfarë do të thotë? Serbia është dakord që Kosova të bashkohet me Shqipërinë. Por ama do të vijë kufiri deri në Shtërps, në Brezovic, sepse banojnë Serbë. Gjithë linja nga Gilani, ku janë 3-4 komuna serbe, e deri në Shtërps, do të pretendohet nga Serbia, janë Serbë. I gjithë veriu, madje duke përfshirë deri ndoshta ADP-n si qendrën e patriarkanës serbe në Mesjet, mund të pretendohet nga Serbia, se çfarë do marri, po do marri paktën pasuritë e veriut do t'i marri, nëse shtrohet në tavolinë diçka e tjetër. Prandaj kushdo që mendon se duhet ta shtrojmë në tavolinë idenë e bashkimit Kosovës me Shqipërinë, duhet kuptohet se ka shtruar në tavolinë idenë serbe të ndarjes Kosovës, sottimit saj të zhbërjes së shtetit Kosovës. Madje në Serbi